mos zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare është drejt për drejt përgjegjësi e shumicës, siç e dinë qytetarët e Kosovës. Aleanca për Armiqin e Kosovës i votoi të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare pas një kusht, pas një kushtzim, pas një kërkesë. Andaj, mos zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga kjo qeveri që tani më është në detyrë, drejt për drejt i fakturohes kryenësisë të lëvizjes vetëvendosje, e cila me çdo kusht u mundu që të zaptoj funksionin e presidentit. Fatkeqësisht 1 milion qytetarë të Kosovës prapë do t'i drejtohen kutive të votimit, e në këtë kohë shpresoj që do të ketë një ndryshim në mënyrë që Kosova me të vërtetë t'i hapet një horizont tjetër dhe qeveriset, jo të sundohet. Ndërsa, domet ende as nuk mujnë mu kalkulu, për shkak se janë shumë të mëdha. 7 qershor janë zgjedhjet, nuk e dim sa do të zgjatë konfirmimi i rezultateve zgjedhore dhe nuk do të dim kur do të bëhet qeveria e re. Po flasim potencialisht për një situatë, një rrethon e cila mund ta vendosë vendin bllokat. Dhe kjo është një humbje e madhe dhe nuk është e kalkulueshme për momentin. Kalkulimi thelbësor është që Kosova është duke humbë. E humbja po vjen se besimi i qytetarëve të Kosovës i dhënë për një subjekt politik mbi 51% është rralltuar. Siç e dini, nga plani i rritjes të AZM, marrëveshjet janë negociuar në vitin 2024 dhe ato janë miratuar tek këtë vit në shkurt të këtij viti, pra 1 vit e gjysmë me mungesë të miratimit të këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare për të cilat Kosova do të kishte përfituar me qindra miliona euro. Siç e dini, 882 milionë euro kanë qëndru tek Bashkimi Evropian dhe nuk kanë mundur të vinë këtu për arsye se nuk kemi pasur qeveri legjitime dhe legale dhe nuk kemi pasur kuvend të funksional. Për pasojë, ne do të ndodhemi në vështirësi të caktuara në implementim të marrëveshjeve të cilat janë ratifikuar nga ana e Kuvendit të Kosovës, respektivisht tek disbursimi i mjeteve financiare nga Bashkimi Evropian, sepse nuk ka një qeveri legjitime dhe legale në kuptimin fuqi plot që ti kryej dhe ti ekzekutoj ato marrëveshje ndërkombëtare. E dini që ligji për ndarjet buxhetore nuk u rishikuar për organizatat buxhetore të cilat mund të preken me staf shtesë në mënyrë që të ketë staf shtesë për të ekzekutuar këto mjete. Të gjitha këto marrëveshje ndërkombëtare kërkojnë staf shtesë që nuk është parapat AZM me ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2026, sepse dim si u miratu krejt në fillim të shkurtit me procedurë të përshpejtuar. Në ndërkohë, për ekzekutimin e këtyre marrëveshjeve kërkohet që të ketë staf shtesë dhe të ketë, siç e thash edhe më herët, një qeveri legjitime që ka dalë nga zgjedhjet dhe që është legale fuqi plot. Aktualisht qeveria i kryen disa punë vetëm të cilat janë në përditshmëri dhe të parapara me ligjin për ndarjet buxhetore për këtë vit.